teki është që është një organ, është përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave në qark dhe është një organ që ndërlidh të gjitha institucionet. Pra, ndërvepron qoftë me degët territoriale të dekoncentruara të pushtetit qendror, por qoftë edhe me njësitë vendore. Ajo që vlerësohet dhe që ka dhënë rezultat është shkurtimisht kontrolli i ligjshmërisë së akteve normative, që është një plus edhe për vetë njësitë e qeverisë vendore, dhe kujtojmë këtu që aktet normative të qeverisë vendore nuk janë thjesht aktet e këshillave bashkiake, por janë edhe aktet e kryetarëve kur kanë karakter normativ. Dhe prefekti është një hallk shumë e mirë përpara se këto të implementohen në terren dhe eventualisht të lindin detyrime apo të drejta për qytetarët. E dyta është ajo puna e vështirë që bën prefekti në koordinimin dhe monitorimin e degëve territoriale, që është një vështirësi më vete në fakt. Dhe gjithë besoj që duhet ta kenë të qartë atë që thot ligji. Ligji është shumë i fortë në këtë pikë, ku autorizon prefektin të marrë të dhëna dhe të raportojë. Kjo nuk është, ndonjërit mund t'i duket edhe si hallkë pa dobishme, por në fakt është pika ku gjithë informacioni në një qark mblidhet dhe transmetohet në qeveri, dhe qeveria në qendër ka një pamje edhe më të qartë tek problematikat e një qarku të caktuar apo një territori të caktuar. Sot e marr këtë detyrë, por ngarkohem me një përgjegjësi shumë të madhe. Një përgjegjësi e cila patjetër do të ketë përkushtimin tim të plotë edhe integritetin tim të plotë, për të çuar përpara të gjitha punët e mira tashmë të nisura, të gjitha projektet që kanë nisë, por pse jo edhe për ta ngritë zërin fort, për të vazhduar edhe projekte të tjera, të cilat të gjithëve së bashku, të gjithë skuadrën e institucionale, rajonale në Shkodër, të na drejtojë pikërisht drejt atij pikësynimit final të cilin ne e kemi. Rritjen e standardit të zhvillimit në qarkun Shkodër për të gjitha njësitë bashkiake në këtë qark, në drejt zhvillimit evropian edhe pikërisht integrimin në Europë, ai që është le të themi motivimi më i madh i të gjithë këtij mandati që na pret përpara. Ka qenë një punë sa herë e lodhshme, po aq herë edhe dobipruese. Dua të falenderoj të gjithë së pari kryeministrin që më dha mundësinë për të qenë përfaqësuese e kryeministrit në qarkun e Shkodrës, një qark me problematika, por në bashkëpunim me të gjithë përfaqësuesit e njësive vendore, po ashtu edhe me drejtoritë rajonale, jemi munduar që të marrim jo vetëm të zgjidhim problematikat në operativitet, po gjithashtu të marrim edhe nisma në shërbim të qarkut të Shkodrës.